Është një hadith ku shfaqet vlera e Ramazanit, po njëkohësisht do me thonë për ta kuptuar dhe vlerën e natës së Kadrit dhe vetë Ramazanit. Se sa pagunë Allahu subhanahu wa taala, se shpesh herë vëllezër ndoshta se ne sikur që kemi, domethënë sikur që kanë filluar pak besimtarë dhe muslimanët mos t'ia dinë vlerën reale të vërtet, domethënë ti mujt beku. Sikur që kanë filluar besimtarë pak t'ia hupin shentrinë e tina dhe shef ca kacuk dikun atje, domethënë muslimanët kanë filluar ta prishin ka pak agjerimin. Vëllezër dashur, agjërimi në Ramazanit është dhunti prej Allahut subhanahu wa taala. Është mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala. Ashtë këtu e kupton se sa Allahu na ka desht me këtë muj. Wallahi këtu e kupton se sa Allahu subhanahu wa taala me ta dhon Allahu azza wa jall një shans ti magjëru një Ramazan. Ti e benefit shumë. Ti e përpara shumë. Plus të madh. Plus të madh. Për këtë është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është një hadith ku njëri prej sahabive, domethënë e tregon se dy musliman, dy shok, e pranojnë Islamin me një ditë dhe kanë punuar një ditë, domethënë kanë qenë shok pa ndomë, janë qenë dosta, po bratina. Vëlla e ka pas me plot kuptimin e fjalës. Mirë po njëri vdes dhe njëri jeton më shumë. Dhe ky sahabiu e shef një ëndër sikur që bëhet kiameti, dhe Allahu subhanahu taala po e thirr atë i cili kishte pasjetuar më gat, edhe më tepër se ky i cili kishte dek në rrugë të Zotit, po e thirr Allahu ditën e gjykimit, po e shtin në xhenet para këtina. Edhe kjo pak sikur që e ka çudit këtë sahabi. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas zakon që mas namazit sabat ka komentuar ëndra. Ju ka thonë sahabiva, a ka dikush i cili ka pa dhe një ëndër? Thot po, unë e kam pa një ëndër. Thot çfarë ki pa ti? Thot kam pa kështu. Do me thonë filonin cilën e njofna, do me thonë vdiq me herët e ki jetoj ma gate, kështu ki hini, do me thonë ki cili jetoj ma gate hini në xhenet para këtina. Pejgamberi sa thonë, apo që ditesha? Apo habitesha? Apo ja Rasulullah? Po habitna dhe po që ditë. Apo ki cili jetoj ma shumë? Që dyseni ja ka përmi. A ka falë më shumë saj? Po. Edhe dytja ti cilë janë? A ka agjeru më shumë saj? A ka agjeru më shumë saj? Do me thonë, agjerimi, një Ramazan, një mundësi, një shonë që të epë Allah, një imër që të epë Allah, subhanallah, që me arrit këtë mujë, këto ditë të bekume, këto ditë me vlerë, këto ditë të cilët nuk krahasohen. Do me thonë, vlera e tyra është atë shumë e madhe sa që nuk ka send me cilën mund të krahasosh me këtë dënjo.